kesh të vështirë ti dallosh, në qoftë se nuk le asnjë tjetër të shohë, ose nuk je i hapur për të ndarë problemet e tua. Do të rish atje, ne njerëzit jemi të verbër edhe kemi të pamundur për t'i parë të gjitha gjërat që kemi nevojë të ndryshojmë. Në qoftë se nuk ja ke dhënë të drejtën një miku, një mike, që të bëjë ca pyetje të vështira në mënyrën si po jeton, do të jesh duke jetuar gjysmë i verbër shpirtërisht, në qoftë se do të jesh vetë në këtë udhëtim, se ta kesh të pamundur për ta parë se si po jeton. Kështu që kemi nevojë të jemi transparent edhe të cënushëm ndaj miqve. Tani se e di që disa nga ju po mendoni, po t'ja them unë atij që po ja thash këtë ai do ta marrë vesh. Ai që do ta marrë vesh edhe që mund të sillet në këtë mënyrë ose në atë mënyrë nuk është mik, është shfrytëzues i marrëdhënieve. Në qoftë se ke një person në mendje edhe thua po ja ndafa unë këtë mëkatin tim filanit, edhe ai do ta përdorë tek kjo, s'është mik. Edhe ti si je mik, është shfrytëzues, po do shkoj. Tjetra është kjo, dorëzimi. Dorëzimi ka të bëjë me këtë, me cënueshmërinë. Ti je të mundur që ai tjetri të bëjë ca pyetje të vështira, edhe të mos të merr nga që por pse jeton kështu, për çfarë po bën, por pse po e bën këtë, ose pse po sillesh kështu, ose pse e ofendova atë. Mirë, po nëse nuk dorëzohemi, s'kemi se si bëhemi të cënueshëm. Kështu që kemi nevojë të bëhemi të cënueshëm. Kemi nevojë të hapëm një lloj siç Jonathani, që ja la armët, ja la mantelin, ja la çdo gjë. Jonathani u bë i cënueshëm. Davidi mund ta kishte vrarë. Se ata të gjitha, kur ja jep armën në një ushtri që ai që s'ka, ç'a bën? Po e ekspozon veten tënde për të vrarë më shpejt se sa të tjerët për të sulmohesh. Edhe tjetra është kjo, të bëhemi të jemi transparent për të mos patur sekrete. Të mos i surprizojmë njerëzit. E vërteta është kjo, që nuk ka gjëra të palara që nuk do tani. Edhe në qoftë se ne mendojmë që do jetojmë një jetë me mëkat, edhe asnjë s'ka për ta ditur, jemi duke bindur vetë, se do dalim. Edhe kemi nevojë të bëhemi të mos kemi sekrete tek miqtë tanë.